Konfirmimi 4 vatrave të baktive të prekura me sëmundjen e antraksit në Gjirokastër dhe Përmet ka vënë në alarm edhe veterinerët e qarkut të Korçës, pasi kjo është një sëmundje ngjitse e cila përhapet shpejt te kafshët, por mund të transmetohet edhe te njerëzit. Alarmi është ngritur për shkak se dy qarqet janë ngjitur dhe tufat e baktive mund të kenë kontakte gjatë verimit në stane. Specialistët veteriner paralajmërojnë se antraksi mund të transmetohet përmes kontaktit me kafshët e infektuara ose konsumimit të mishit dhe qumshtit të tyre. Për këtë arsye veterinerët u bëjnë thirrje blektorëve të raportojnë menjëherë çdo rast të dyshimt dhe të shmangin përdorimin e produkteve me origjinë nga kafshë të sëmura. Sipas ekspertëve, sporet e bakterit të antraksit janë jashtëzakonisht rezistente dhe mund të mbijetojnë në tokë për dekada, madje deri në 50 vjet, duke bërë që zonat ku sëmundja është shfaqur më parë të mbeten burimi i mundshëm infeksioni. Burime zyrtare nga Shërbimi i Veterinarisë për qarkun e Korçës bëjnë të ditur se pas shpërthimit të rasteve të antraksit e baktit në qarkun e Gjirokastrës, është rritur edhe vigjilenca në të gjithë qarkun e Korçës. Aktualisht veterinerët po kryejnë kontrolle të shumta në të gjitha tufat e baktive të qarkut të Korçës, por deri më tani nuk ka asnjë rast të konfirmuar apo të dyshuar si të prekur me sëmundjen e antraksit. Në qarkun e Korçës, rasti i fundit i konfirmuar me sëmundjen e antraksit e është shënuar 2 vite më parë në Kolonjë, ku kanë ngordhur 3 lopë. Më pas u kryet dezinfektimi i vatrës si dhe vaksinimi i baktive të tjera, ndërsa deri më sot nuk janë shfaqur simptoma të kësaj sëmundje.